Shikuesa ABC News, ju përshëndes të gjithëve, unë jam Fabela Hoxha, jemi së bashku në Breaking News për të parë zhvillimet më kryesore. Këtë edicione do ta nisim për të përcjellë drejt për drejt një aktivitet ku i pranishëm është kryeministri Edi Rama, ne do ndjekim fjalën e tij në atë që konsiderohet si festivali ndërkombëtar i arkitekturës, ku pjesëmarrës janë arkitekt nga e gjithë bota. Jo si rastësi, si shans, por si bekim. Të nderuar arkitekt të rinj me përvojë, miq të çmuar të Shqipërisë që keni ardhur këtu vit pas viti, muaj pas muaj nga të dyja hemisferat e botës për të bashkuar me ushtrinë e fuqishme shqiptare të arkitektëve. Arkitektura mund të transformojë jo vetëm hapësirat, por edhe mendjet, jo vetëm vende, për po kështu dhe imagjinatën e një komuniteti, ndjesinë e vetë të përkatësisë në vend, vizionin për të ardhmen dhe vetbesimin e tij. Miq të dashur, të ftuar në këtë ushtri, arkitekt, student, rinj, ju uroj mirëseardhjen e ngrohtë këtu, në zemrën pulsuese të Tiranës, në një Shqipëri që sot prodhon më shumë arkitekturë se sa e gjithë Europa bashkë, ndërkohë që në gjithë hapat përfundimtar që ende e ndajnë nga Olimpi Europian. Sot këtu nisim së bashku një aventurë të re për të krijuar një hapësirë në formë shpirtërore, e jo një hapësirë ku duhet ndërtuar arkitektura, por duhet dëgjuar arkitektët, të dëgjohen se cila mund t'jetë lëvizja tjetër për të marrë konsiderat apo për të braktisur, hapi tjetër për të hedhur apo për të shmangur, sfida tjetër për të përqafuar apo për të lënë të shkojë. Dikush ndoshta mund të bëjë pyetje. A kanë të bëjnë to dilema me arkitekturën, me politikbërjen, me jetën apo me diçka krejt tjetër? E vërteta është që nuk shoh vija të mprehta ndarse midis tyre kur flas për arkitekturën, gjej shumë pak që qëndron jashtë prekjes së saj. Ndoshta e kam gabim, apo krejt i një anshëm i mbërthyer nga tërheqja e arkitekturës dhe mendjet që e prodhojnë. Megjithatë mund t'ju them pa hezitim që të dëgjosh arkitektët e vërtet dhe të gjurmosh procesin e tyre krijues është një formë jashtëzakonshme edukimi jashtë kurikular në politikbërje, të kuptosh forcat me cilat përballen të natyrës e të vullnetit njerëzor, është të hedhësh një sy të gjitha atyre mënyrave që duhen për të marrë vendime dhe për të ndjekur tensionin në harfun e kompromiseve që duhet të ndjekin që nga grima e një ideje që lind deri tek terreni i brisht i realitetit, pa e prishur atë, por duke e bërë të qëndroj ashtu krenar është një masterclass rezistence për kudo që është i vendosur t'i jap formë ëndrrës së vet. Jemi këtu për të bërë një bazë shumë të fortë për arkitekturën, si një katalizator në një shoqëri ku duhet rinegociuar marrëdhënia, qoftë shpirtërore ashtu dhe territoriale, duke mësuar nga e shkuara, duke u përballur me të ardhmen. Në fakt kemi gjetur një emër për hapësirën që kemi nisur të krijojmë, festivali Buk e Zemër. Gjetëm edhe një moto, sillni pak krip, ju lutem. Shpreha Buk e Krip e Zemër është trinia e mikpritjes së shenjtë shqiptare, që ka mbajtur frymën tradicionale të kësaj toke dhe kodin ton të nderit, që na kërkon të mirëpresim miqt, ustarët e të huaj duke ndarë gjithçka kemi, por jo më pak se bukë për stomakun, krip për shije, e çka ka më rëndësi, zemrën për sigurinë e tyre. Pra ja ku jemi këtu, me një ushtri të fuqishme arkitektësh në një rekje për të pushtuar të ardhmen që kanë dalur për një moment për të lindur, për t'i dhënë jetë një festivali, që përveç vizionit edhe motos, ka edhe misionin, që përmes Bukës e Zemrës të formësoj një destinacion, një takimet ardhmen këtu në Shqipëri.
Po, ka arkitekt, është për arkitektët e njohur, por jo vetëm për ta, jo vetëm për siguritë e tyre, arritjet apo trofeet e tyre, por ka të bëjë edhe me ato që i trazojnë, i shqetësojnë, i zemrojnë, i provokojnë edhe i frymëzojnë ata. Ideja është të ndajmë një hapësirë, si të ishte një pyetje, të reflektojmë për dyshimet që mbartim, shpresat që ushqejnë dhe ëndra që mendojmë se ja vlen të ndiqen. Ka diçka që është trazuese, por po kështu edhe që ngre pikpyetje. Fjala e përbashkët duket tashmë sikur është e pakapshme, duket sikur individualizmi kuron disa doma ekologjike. Dhe ndërkohë ajo çfarë është e përbashkët po na rrëshqet kishtash, jo domosdoshmërisht nga dashakeqësia, por përmes shkatrimit, përmes lodhjes e harresës. Kemi harruar si të dëgjojmë, si të mos bijem dakord pa krijuar ndasi, si të ndërtojmë pa dominuar, si të ndajmë pa dyshuar. E ndonjëherë ata që shpëtojnë fjalën e përbashkët e bëjnë këtë për të krijuar ndasi më të thella, për të ndarë në mënyra dashakeqe, për të krijuar kufi, për të krijuar hierarki përkatësie. Kjo është saktësisht arsyeja pse jemi thirrur këtu për të përballur me ta. Një botë krizas që shumë fishohen, natyrore e të bëra nga njeriu, ku vetëm ideja ne është e rrethuar, ku dialogu zhytet në zhurmë, e politika drejtohet nga frika, ku suksesi matet nga largësia dhe jo nga afërsia, dhe ambicia personale harron shpesh përgjegjësinë për të tërën. Kësisoj ky takim, nuk është vetëm premtim arkitekture, por një lloj arkitekture në vetvete, një konstrukt njerëzor ndërtuar mbi rrënojat e brishtat asaj çka kemi trashëguar, mbi ëndrat që ne shpresojmë ende që të realizohen, një ftesë për të kujtuar e për të krijuar, për të kujtuar çfarë do të thotë kemi diçka të përbashkët, qoftë në traumë, aspirate për të krijuar atë çka mungon, ende e çfarë është më urgjente, të kujtojmë të ndajmë atë. Ashtu si ndërtuesit e lashtë ndërtuan tempuj jo vetëm për të strehuar Perëndin, por për të mbajtur komunitete, e për të pritur miqt e largët, apo si ata që mbi rrënojat e luftrave nuk ndërtuan vetëm shtëpi, por edhe shpresa. Kështu kërkohet dhe nga ne të ndërtojmë jo monumente guri, por hapësira kuptimi, jo struktura e betoni, por shtyll mirëkuptimi. Prandaj është shumë kuptim plot që një prej arkitektëve tonë thelbësor në Europa, nga Europa së Bashkuara, Kina, Korea e Jugut, kanë vendosur të vinë këtu në Shqipëri, jo si yje vetmitar që hedhin dritë mbi një tokë të huaj, por si pjesëmarrës në një eksperiment të përbashkët që ndërtohet jo vetëm në një vend, por bashkë me vendin. Duke mbartur hijeshinë e traditës së tyre, me idetë që vijnë nga formësimi i qyteteve të tyre, materialet e ndryshme gjithashtu dhe barrat e krizave, krizat në shtëpi, në vendet e tyre, krizat në një botë që po të kurret ora orës. Kriza që janë të bërave, por këtu në Shqipëri ndodh diçka mjaft e veçantë. Ata jo vetëm priten, por mik priten, jo vetëm mik priten, por integrohen nga një vend e njerëz, peizazhi i të cilit është po kaq i larmishëm sa e shkuara e ku modelet njerëzore të janë vështira për të gjurmuar, e ndoshta për shkak të kësaj paparashikueshmërie, për shkak se nuk ka thjeshtim, rutim, nuk ka parashikueshmëri. E shkuara është tragjike dhe e ardhmja guximtare. Përvoja mbetet poroze, mjaft e hapur për të ndarë nga ky takim. I asaj çfarë sjellin e gjejnë, lind
diçka që nuk është as e lindur e as e sjell, por diçka midis, një sintez, një bisedë jo vetëm në beton, drita, por në mish e gjatë, jo një kolazh stilesh, por një komunitet, qëllimesh, narrativa, visione, edukësi. Ajo që parabjen këtu nuk është vetëm ndërtim, por është një autorësi e përbashkët e vendit, një autorësi e përbashkët ku e veçuara shtrihet në të përbashkën, e ku e çdo unë, çdo ne shndrohet në një gjurmë, e lidhur me një gjurmë tjetër, si gjurmë që formojnë një rrugë. Ndoshta kjo është pjesa më e çmuar, që duke ndërtuar këtu, arkitektët jo vetëm lënë një shenjë kontribut, por çojnë diçka përpara. Na ndihmojnë të shohim jo vetëm një shtet, por shumë shtigje, ndonjëherë të drejta, ndonjëherë zigzake, duke ndërtuar një gjeometri përkatësie. Ka një energji të mirëfillt në atë çfarë mund gjenerojnë arkitektët, një energji që rrjet, përshon tek ne, që na transformon, e që riformëson vetvendin, një energji që vjen nga ambicia shqiptare dhe ambicia për një përgjigje të përbashkët për të mirën jo vetëm të Shqipërisë, por për të çdo vendi pjesëmarrës të kontinentit tonë, pse jo të botës sonë përbashkët, një energji e marrë nga energjia e kohës sonë, e transformuar në vullnetin kolektiv për të përgjigjur, jo vetëm për shkak të kërcërisë profesionale, por për hir të impulsit njerëzor për të kuptuar. Këtu është bukuria e vërtet, në momentin ku takohemi për te roleve tona, për te rezumeve tona, në atë hapësirë të rrallë, budia profesionale shkrihet me instiktin njerëzor, ku projektimi qëndron për te dyshimit dhe aftësia ecën me dobësim. Aty, në këtë tension ndërtoj diçka fatgjatë e fortë, jo vetëm me arkitekturën, po përmes arkitekturën për të gjithë ne. Jam vërtet më ngjyrë, i prekur sot, sepse ja blen të thuhet përpara mendjeve kaq të jashtëzakonshme, urrej me qëra fjala të quaj yje, që Shqipëria është kthyer në një portë shprese, jo si slogan, për një përbojë e jetuar për të gjithë arkitektët ndërkombëtar, të cilët vinë në numra që vetëm pak vite më parë nuk do t'i kishim imagjinuar. Po edhe për zhvilluesi, do të më duhet të them, të cilët po mësojnë dalë nga dalë se shpresa nuk rritet duke shmangur standardet e larta, por duke u rritur për t'i arritur ato dhe për të patur vlerën atë çfarë ndërtojnë, jo vetëm për fitimin e tyre, por edhe për këtë vend, jo vetëm për xhepat e tyre, por për vendin e fëmijëve të tyre, e jo vetëm për vendin tonë, për edhe për botën. Tirana sot nuk është më vetëm një skenë, është katalizator, nuk është vetëm një vendodhje, por një bashkëpunëtor. Projektet që lindin në Shqipëri nuk janë mediokritete lokale apo klishe globale. Janë të gjalla, rezonuese, me vlerë, sepse vinë nga shkrirja e saj që është thellë e rrënjosur, e saj që është radikalisht e hapur. Në një botë fiksuar me ikona, me autorship, me pronësi, ajo çfarë shpaloset qetësisht këtu, duket thuajse subversive. Diçka që krijohet si e përbashkët, por si asgjë tjetër më parë. Dhe këtë kërkon festivali, dhe çfarë është më e rëndësishme, guxon të ndërtojë midis asaj që është vërtet e përbashkët, jo me kujtesën apo diçka tjetër, por si një akt krijimi, një shenjë e bukur e kësaj fryme. Shihet tek të ftuarit e ushtrisë arkitekturës. Shumica e tyre s'kanë ardhur me staf, por me shok nga fusha të tjera të jetës, që ndoshta nuk din të heqin një vijë, por mbartin atë çka ka më shumë vlerë, përvojën njerëzore të një dhurate unike. E na kujtojnë se ardhmja nuk ndërtohet vetëm, e sigurisht jo brenda kufive të ekspertizës sonë. Arkitektura mund të jetë shembulli më i qartë i kësaj, dhe këta të ftuar kanë vlerë pikërisht sepse sjellin diçka jo teknike, por emocionale, intuitive, kulturore. Sjellin histori, kontradikta, pikpyetje, sjellin atë lloj urtie që hapësirat profesionale shpesh e harrojnë. Dhe duke e bërë këtë,
ata plotësojnë tablon, sepse ky festival nuk ka të bëjë me arkitekturën si profesion, ka të bëjë me arkitekturën si aktin më të afërt njerëzor, më të afërt mbi drejt hyjnores, të krijosh hapësira ku jeta mund të ndodhë, të rritet dhe të mbrojë veten. Ku nevoja jonë e lashtë për të përkitur, për të lidhur, për të lënë një shenjë të bëhet diçka që ndajmë të gjithë. Nëse ajo që është vërtet e përbashkët nuk nis me instrumente e me siguri, por me kurajën për t'i lënë të tjerë të hyjnë dhe kurajën për të ndryshuar atë ky festival që nis sot është pikërisht gjëja e duhur, në pikërisht gjën e duhur, e tamam në vendin e duhur, le të shohim ku na çon. Po ku do të na çoj? O edhe në qoftë se s'na çon kërkund, le të sigurohemi që ndërsa jemi bashkë, buka është e bollshme, zemra është e hapur, e kripa s'mungon kur është e nevojshme. Faleminderit. Mirë, kemi ndjekur fjalën e kryeministrit Edi Rama në këtë aktivitet ndërkombëtar, le të themi pasi pranishëm jam arkitekt nga e gjithë bota, ne në këtë moment do të rikthehemi zhvillimeve që lidhen me ditën e sotme ku besimtarët musliman në mbar botën festojnë Kurban Bayramin. Edhe në Shqipëri, në sheshet më kryesore të qyteteve, besimtarët musliman janë mbledhur për të falur namazin që në krye të ditës së sotme. Ne do të shohim në fakt se si është zhvilluar kjo ditë ose se si është organizuar kjo ditë në kryeqytet, pasi kolegja Gerta Vasku ndodhet pranë bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku besimtarët musliman në kryeqytet falën namazin. Gerta. Fabiola, dua ta nis këtë raportim me një urim për të gjithë besimtarët musliman që festojnë ditën e sotme, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit të tyre, Kurban Bayrami. Në fakt kremtimi kësaj dite të rëndësishme që simbolizon sakrificën sublime ndaj Zotit ka nisur herët në mëngjes në Tiranë, ku më mira besimtarë mblodhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të marrë pjesë në falje, pra një nga ritualet më të rëndësishme të kësaj dite të rëndësishme. Ishin me mira në fakt besimtarët musliman që mbushën bulevardin Dëshmorët e Kombit për të marrë pjesë në faljen e namazit të Kurban Bayramit. Në fakt, programi sipas Komuniteti musliman të Shqipërisë nisi me interpretimin e ajeteve kuranore nga Hafizi Enes Hyka, duke sjell një atmosferë të bukur shpirtërore për mira besimtarë që ishin të pranishëm në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Më pas, sigurisht që falja e namazit të Kurban Bayramit u drejtua nga kreu i Komunitetit musliman të Shqipërisë, Zoti Bujar Spahiu, ndërkohë që menjëherë pas faljes besimtarët sipas traditës islame urojnë njëri tjetrin dhe shkojnë në shtëpi pra për të festuar këtë ditë të rëndësishme të tyre atë të Kurban Bayramit. Duhet ta theksoj se sigurisht që simboli i kësaj feste është mishi i kurbanit, pra therrja e kurbanit është një ritual shumë i rëndësishëm për besimtarët musliman dhe sipas traditës, sikur se kanë deklaruar në fakt edhe sot besimtarët musliman që festojnë, mishi i kurbanit ndahet për njerëzit në nevojë, pra për ata që nuk kanë mundësi për të bërë një kurban në këtë ditë të rëndësishme. Ndërkohë në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve musliman, kreu Komunitetit musliman të Shqipërisë, Zoti Bujar Spahiu, u ritheksin tek harmonia dhe reflektimi në këtë ditë të rëndësishme dhe sipas tij dita e Kurban Bayrami që në fakt sot përkon dhe me një ditë të rëndësishme për besimtarët musliman, siç është e premtja, një ditë e shenjtë ose e xhumaja, sikurse i referohen besimtarët musliman, ndërkohë që për më shumë le të ndjekim mesazhin e Zotit Spahiu drejtuar besimtarëve musliman në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Si rrallë herë, sot bashkohet dita më e bukur e javës, dita e Xhuma, me ditën më të bukur të vitit, Kurban Bayramin, një gëzim i dyfisht. Kurban Bayrami, kjo ditë e bekuar na rikujton sakrificën sublime të profetit Ibrahim a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili u përul me besim të plot ndaj urdhrit të Zotit, të gjithësisë.
Në një kohë kur sfidat ekonomike, sociale dhe shpirtërore prekin shumë familje, Bajrami vjen si një dritë shprese. Le të mos e shohim thjesht si një ditë pushimi e konsumi, por si ditë adhurimi, njëkohësisht ashtu siç është vërtet, si një mundësi për të rindërtuar lidhjet tona me Zotin e gjithësisë dhe me njëri tjetrin. Të duam njëri tjetrin për hir të Zotit. Le ta ndajmë sofrën tonë, por edhe buzëqeshjen, të shkojmë te të vetmuarit, te të moshuarit, te ata që s'kan mundësi për të festuar. Sepse kështu jemi musliman të mirë, të ndershëm, jo vetëm në emër. Siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshirojnë ata që janë në qiell. Irhamu men fil ardi. Greta, ndërkaq për ditën e sotme, si vijon festa e Kurban Bajramit, pra si festojnë besimtarët musliman? Si pas traditës, pasi marrin pjesë në faljen e namazit që u bë pra në bulevardin dëshmorët e Kombi, besimtarët largohen me njëherë duke u drejtuar shtëpive të tyre ose ambienteve të tjera familjare ku ata kanë vendosur për të festuar me njëri tjetrin në këtë ditë me të gjitha gatimet tradicionale të kësaj feste, ku sigurisht nuk duhet të mungoj mishi i kurbanit, që është simbol pra i kësaj feste për besimtarët musliman. Unë kam pasur sigurisht komunikime me besimtarët që kanë zgjedhur të kryen faljen e namazit në bulevard dhe me njëherë pasi kanë uruar aty njëri tjetrin pas faljes së namazit janë larguar për të festuar në këtë ditë të rëndësishme të gjithë së bashku në një unitet duke shprehur pra dhe urimet më të mira për festën e Kurban Bajramit. Gerta, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë. I mirëkthyer në studio, vjoj me lajmet. I penduar i drejtësisë Erion Ali Bey ka vazhduar me dëshminë e tij në procesin për dosjen Plumbi i Artë në gjykatën e posaçme. Ai ka rrëfyer lidhje dhe krime të tjera. Në gjykatën e posaçme po zhvillohet procesi për dosjen Plumbi i Artë teksa i penduar i drejtësisë Erion Ali Bey po rrëfen krimet e kryera në bashkëpunim me Nureddin Dumanin. Ali Bey tregoi marrëveshjen e lidhur me Dumanin, ku kërkonte me çdo kusht kokën e Talo Çelës. Ram dakord për vrasjen e Dorian Shkozës. Në atë periudhë flisja vetëm për Talo Çelën. Një natë më shkrua Nureddin Dumani dhe më thot mbaroi pari. I them kush? Më thot shikoje në televizion. Pash që ishte vrarë Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Po ky tjetri nga doli, i them. Në shpejtësi e sipër më thot dhe ai nuk ishte kot se ishte i atyre. Ali Bey dëshmoi në gjykat se një tjetër punonjës policie me emrin Leonard Alkja ishte rekrutuar prej tij për të siguruar informacione mbi lëvizjet e kundërshtarëve. Kisha akses në sistemin Teams përmes policit Leonard Alkja. Kontrolloja të gjitha emrat e personave që dyshoja se morën pjesë te vrasja e të afërmve të mi. Bashkëpunëtori i drejtësisë tregoi edhe vendin se ku i blinte armët për të kryer vrasjet pas marrëveshjes që lidhi me Nureddin Dumanin. Para se Nureddinit vjonte në këtë ngjarje, unë kisha lidhur kontakte me një hoxh në Tiranë. Ai shiste armë dhe blinim armë të ky hoxh rrinte tek fresku. Për shkak se humbi besimin tek autoritetet, Ali Bey filloi të hetonte vetë për identifikuar persona që e mbanin në vëzhgim për të ekzekutuar dhe për shkak të frikës se mos zbulohej, u maskua si shpërndarës picash. Pasi më vran djalin e dajes, në shtëpi më kanë ardhur 2 makina duke brohuritur madje edhe në syt patrullës së policisë. Unë kam bërë një verifikim, dilja në qytet si shpërndarës picash me motor. Gjithë kamerat e qytetit i kishte Suel Çela. Tek shtëpia e Emiliano Ramazanit identifikova 2 automjete dhe më pas i verifikova në kamerat e sigurisë. Seanca e së njëjtës u ndërprej për të vijuar sërish me deklarimet e Ali Beyt në datën 10 qershor. Policia ka sekuestruar në Kamës banesën, makina e biznesin e një të dënuari në Angli për shtëpi bari. Pasurit e sekuestruar në vlerë rreth 500.000 euro dyshohet se janë vënë nga aktiviteti kriminal. 500.000 euro pasuri janë sekuestruar në Kamës nga policia mesditën e së njëjtës. Sipas informacioneve, pasuri që arrin shifrën e konsiderueshme për rreth 500.000 euro i përkasin një të dënuari në Mbretërinë e Bashkuar, pasi ai ishte kapur në shtëpi bari. Policia njofton se u ekzekutua vendimi për sekuestrimin e pasurive të Bujar Leshit. Ky i fundit rezulton të jetë i dënuar në Mbretërinë e Bashkuar për kultivim të bimëve narkotike. Pasurit e sekuestruara me vlerë rreth 500.000 euro ndodhen të gjitha në Kamës. Ato janë një objekt banimi
2 makina të tipeve Jeep dhe Opel Corsa, si dhe një aktivitet tregtar me objekt blerjen, shitjen dhe riparimin e makinave. Policia thot se vijon ende punën dhe hetimin për të parë nëse ka pasuri të tjera të bujalleshit apo të familjarëve të tij që mund të jenë përfituar nga aktiviteti kriminal. 6 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e përplasjes së 2 automjeteve në Burrela. Aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur Isha Agjencia si pasojë e përplasjes së fortë. 2 drejtuesit e automjeteve dhe 4 pasagjerë që udhëtonin me ta kanë mbetur të lënduar. 4 prej të plagosurve po marrin trajtim në spitalin e Burrelit. Një prej automjeteve udhëtonte një familje me 3 persona ku fëmia 7 vjeçar bashkë me të ëmën u nisën drejt spitalit të traumës në Tiranë për trajtim më të specializuar. Specialistët thonë se murtaja e baktive të imta që është shfaqur së fundmi në një fermë bagëtish në Shkodër nuk transmetohet tek njerëzit dhe nuk paraqet asnjë rrezik për shëndetin publik. Ata thonë se virusi përhapet shumë shpejt te kafshët dhe vdekshmëria është e lartë. Murtaja e ruminantëve të vegjël është një sëmundje virale që prek baktitë e imta. Infeksioni sipas specialistëve përhapet me shpejtësi dhe ka shkallë të lartë mortalitetit të kafshët. Kjo është sëmundja më e transmetueshme në baktitë e imta dhe njëkohësisht sëmundja me pasoja më të rënda ndoshta ekonomike. Fermerët sipas specialistëve duhet të njoftojnë shërbimin veterinar në rastet kur të kafshët vëren shfaqje të këtyre shenjave. Të baktitë e imta karakterizohet me temperaturë shumë të lartë, me mungesë të oreksit, me skuqje dhe me plagë të cilët janë të tipit gërryes ose erëziv ose ulcerativ në kavitetin e gojës, me diare të rëndë, dobësim të jashtëzakonshëm dhe përfundimisht ngordhjen e kafshëve. Ajo zhvillohet në mënyrë tepër të shpejtë. Murtaja e ruminantëve të vegjël nuk është sëmundje zoonotike, që do të thotë se nuk transmetohet tek njerëzit dhe nuk paraqet rrezik për shëndetin publik. Por veteriner apo fermer që bie në kontakt me virusin mund ta përhapin atë nga një fermë në tjetrën. Nuk ka asnjë problem për njerëzit të cilët mund të kontaktojnë me virusin, por ato mund të jenë një transmetues mekanik, pra një fermer, një mjek veterinar apo një fermer i cili i ka kafshë të smurë me rrobat dhe me veshjet e tij mund ta transmetojnë në një fermë tjetër. Kur vjen një vizitor apo një fermer kur hyn në tuf, duhet të dezinfektohet para hyrjes dhe të dezinfektoj veshjet e tij pas daljes nga ferma. Për të parandaluar përhapjen e sëmundjes, specialistët ju këshillojnë fermerëve të respektojnë masat e biosigurisë, të shmangin kontaktin e deleve dhe dhive me tufa të tjera në kullota e të kufizojnë hyrjedaljet e vizitorëve në ferma. Murtaja e ruminantëve të vegjël është sëmundje tipike për Afrikën, ku përdoret dhe vaksina. Në vendin tonë, specialistët shpjegojnë se futet në grupin e sëmundjeve për të shkrenjosur dhe masat përqendrohen në eliminimin e burimeve të mundshme të infeksionit, si asgjësimi i kafshëve të sëmura, e izolimi dhe dezinfektimi i vatrave të infeksionit. Ishte gjithçka e përgatitur për Breaking News. Unë ju kujtoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për të tjera zhvillime. Në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Në orën 11 do t'jeni me kolegin Kassandra Pali në hapësirën Shqipëria Sot, qëndroni me ABC.